Banorët e Patosit janë ngritur paraditën e sotme për të dytën herë në protestë për të kundërshtuar propozimin e Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, ku parashikohet shkrirja e bashkisë Patos me atë të Fierit. Me pankarta në duar, folësit kanë kërkuar një zëri heqje në dorë nga ky projekt. Në fjalën e tyre, ata kanë kërkuar një zëri që kryeministri të rishikojë këtë propozim, pasi Patosi është qytet me identitet dhe histori, teksa kanë theksuar se dhe performanca e bashkisë renditet ndër më të mirat në vend. Fieri, pa Patosit duhet të qenë Baci, vllahira e gjithë qytetet e tjera të vogla të Shqipërisë, sepse ka dhënë kontribut naftatar. Deri në Delvini edhe Sarand ka dhënë Patosi. Edhe ai Mazniku me ata shokët që ka firmosur të gjuhë haftatora, sepse po të mbledhësh banorët nga vinë ata nga bashkitë e tyre, nuk janë as fasonet ku punojnë gratë e Patosit me banorë. Ky është Patosi. Prandaj ta mbrojmë e mos të trembemi nga lekatarët që nga vinë nga Tirana apo nga Fieri. Rroft qyteti Patosit, rroft bashkia Patosit. I themi asaj reforme që kërkohet të bëhet për shkrirjen e Patosit, jo. I bëjmë thirrje Edi Ramës të vijë të ulet të bisedojë me naftarët e Patosit. Të marrë mendimin e naftarëve të Patosit. Patosi është një nga bashkitë më të integruara për sa i përket rrugës së Evropës. Dhe është krim që të shkrihet qyteti bashkia e Patosit. Të qenit bashki, qytetit Patosit është heqje e identitetit të Patosit. Ky Patos është ndërtuar me naftatarët. Unë jam naftatar i vjetër. E kemi bërë me kontribut vullnetar këtë Patos. Që nga institucionet, ndërmarrjet, spitalin, ambulanca, shkollat janë bërë të gjitha me kontribut vullnetar. Kemi punuar 8 orëshin në naftë dhe ktheheshim në turin tjetër këtu me atë palatin e kulturës këtu, që se ka Fieri këtë palat. Gjitho instruksione, i lene i hedhën në prua, sepse iku bashkia, tu gjellet gjerë e vdekur. Sipas banorëve, Mazniku nuk mund të realizojë këtë propozim pa konsultuar më parë me vetë banorët, kanë theksuar ata, pasi nuk e njeh historinë e qytetit të naftarëve. Këtu ka bërë edhe fshatrat. Unë nuk kam parë që në Fier të jetë traktori në përullin të bëj rrugë, të bëj xhade, për të mbrojtur nga zjarri. Prandaj u lutem shumë, të gjithë ne sa jemi këtu, edhe ata se do kem pasu hallat të tjerët, duhet të bëjmë masivisht për mbrojtjen e qytetit Patosit dhe bashkisë Patosit, sepse i ka plotësuar të gjitha kushtet. Një nga bashkitë më të mira në shkallë republike që zë vendin e 10, është Turpi Madh, ka 75 pikë. Një nga bashkitë që zë vendin e 4 për investime, në krahasim me këto bashkitë të tjera. Në qoftë se do të marrim largësinë, pse nuk e merr në Avora largësinë ai komisioni, ose pse nuk e merr në Ashijaku largësinë, ose nga Kamza që është akoma më afër, po nxjerr ka vetëm për Patosin që nga afër Fierit. Banorët kanë argumentuar se nëse Patosi i bashkohet Fierit do të humbasin gjitha shërbimet duke u vështirësuar jetën e përditshme, ndërsa kanë theksuar se ekziston dhe rreziku i shkrirjes së shumë institucioneve. Kam lindur, jam rritur 48 vjet në naftë. Më vjen keq kur dëgjoj që një bashkim me rezultate kaq të larta të shkrihet. Dhe aq më keq preteksti është sepse që nga afër bashkisë Fierit. Kur disa bashki si Kamza, Vora, Shijak e tjerë janë më afër se Patosi dhe nuk janë shkrirë. E dyta, kryeministri Rama të heqi ata mizerabël që ka atje njëherë. Ta shikojmë me vëmendje qytetin e Patosit, sepse qyteti Patosit ka qenë një nga mbështetësit më të fuqishme të Partisë Socialiste. Kur një bashki është më të mirat nga të gjithë bashkitë, randitet e 10-ta, 75% që është bashkia e Patosit më e mirë. Për çfarë arsye? Protestuesit kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestave teksa kanë shprehur vetëdijshmërinë për të kundërshtuar deri në fund të propozim të ri të hartës territoriale.